qysh prej fillimit të besimit tim, ajo çka më tërhoqi vëmendjen dhe më bëri një përshtypje të jashtëzakonshme, ishte fakti që të tretën ditë Krishti u ngjall. Ai vdiq për mëkatet tona, por nuk mbeti atje. Perëndia përmes fuqisë të tij të jashtëzakonshme e ringjalli Krishtin prej së vdekurish. Edhe Pashka përveç flijimit, që është për të mbuluar edhe larë mëkatin, shkon drejt kësaj, drejt ringjalljes, që do të thotë jetë, shpresë edhe mundësi për njerëzit që kushdo që i beson Krishtit edhe veprës së tij në kryq, ka paqe me Perëndin. Prandaj domethënia e Pashkës është kaq e thellë. Jetë edhe mes gjithë këtij realiteti me cilin përballemi realisht në jetën tonë, që është vdekja edhe humbja. Në Perëndin ka jetë edhe ka shpresë për shkak të Pashkës, për shkak të ringjalljes së Krishtit. Pashka është kaq e rëndësishme sa mendoj nuk duhet të zgjohemi vetëm të dielën e Pashkës në mëngjes dhe themi, sot është e diela e Pashkës, edhe eja ta kremtojmë edhe festojmë këtë vepër madhështore të Perëndisë. Tradicionalisht, kishat kanë ndjekur një lloj kalendari para përgatitës deri tek e diela e Pashkës. Edhe ne e kemi përqafuar këtë me kishën tonë në Bilisht, gjatë asaj që njihet tradicionalisht si periudha e kreshmës, që janë 7 diela përpara se të vemi tek e diela e 7 që është Pashka. Ne në mësimet tona në kishë, në predikimet, në takimet e ndryshme që bëjmë, përqendrohemi pikërisht tek kjo, tek domethënia e Pashkës, vepra që Perëndia ka kryer në histori përmes Krishtit që erdhi në Krishtlindje me synimin drejt kryqit. Ky ishte misioni që ai kishte në mendje, qysh prej fillimit e dinte që për atë vepër kishte ardhur. Edhe nga që është kaq e rëndësishme dhe domethënëse për ne si besimtar, që është vetëm përmes vdekjes dhe ringjalljes së tij që kemi jetë, i kushtojmë më tepër vëmendje se sa vetëm thjesht një ditë, duke e shfrytzuar, nëse mund të themi kështu, këtë kohë për një devocion apo për një përkushtim edhe pak më të thellë ndaj Perëndisë, sepse pikërisht tek kryqi Krishti ka treguar përkushtimin më të thellë ndaj nesh. Ai tha, nëse është e mundur që kjo të largohet prej meje, shumë mirë, por të mos bëhet siç dua unë, apo sipas vullnetit tim, por të bëhet sipas vullnetit tënd. Edhe kjo ishte rruga që Perëndia zgjodhi, që ka caktuar, që të na pajtoj me veten e vet. Edhe Perëndia, Krishti ka treguar një përkushtim të jashtëzakonshëm ndaj kësaj. Shkoi te kryqi. Letra e Hebrejve na thotë që për shkak të gëzimit që gjendej përpara tij, ai e duroi këtë. Edhe cili ishte gëzimi që Krishti kishte, ai përjetoi vuajtjet ashtu siç janë, edhe shumë të thella për shkak se mbarti mbi supet e veta mëkatin e gjithë botës, por duke ditur që kjo vepër do të pajtonte njerëzit me Perëndin, ky ishte gëzimi i tij. Shkoi atje duke e përulur veten, duke zgjedhur që të shkojë, nuk e sforcoi askush, por ishte zemra e Perëndisë për të shkuar drejt kryqit, për të vdekur atje Krishti për mëkatin tonë. Dhe pastaj, sikurse kam thënë, Perëndia ringjalli prej së vdekurish në mënyrë që ne të kemi jetë. Dhe përsa Perëndia është kaq i përkushtuar karshinesh, edhe ne duam që të jemi të përkushtuar ndaj tij, me dëshirën tonë për ta ndjekur, për t'ju bindur atij, edhe për ta nderuar Zotin me jetën tonë për shkak të Pashkës, për shkak të veprës që ai ka bërë në Pashkë.